shoh shumë potencial në Shqipëri, duke qenë se është ende treg në zhvillim. Pra, në Shqipëri ka shumë të rinj që marrin sipërmarrje, podcaste, bëhen personazhe publik, ose që kanë kohë të tepër dhe rinë non-stop në telefon. Nuk do thoya sepse dhe krijimi i kontentit nuk është kollaj, që ti të krijosh një kontent interesant, që ti mbash audiencën bërthyer, po ta bësh këtë gjë si një gjë që s'ke ça bën, nuk do ta kesh suksesin afatgjatse, dhe kjo do strategji. Nuk bëhet thjesht duke ndëtur kohë në telefon. Por për shembull mua te pjesa pse më pëlqen Shqipëria është se është shtëpia ime, guri i rënd në vendin e vet. Kështu që unë të gjithë njohurinë që unë kam fituar dhe e fitoj dhe e marr nga partneriteti me kompanitë e tjera gjermane, nga bashkëpunimet që bën kompania me Gjermani atje, të gjithë të gjë do t'ja vendos në dispozicion tregut shqiptar dhe Shqipërisë që ta shfrytëzojmë dhe të shkojë i gjithë niveli i distributimit paralel me atë që ndodh jashtë. Edhe një gjë, në tregun e industrisë muzikës, ne nuk jemi mbrapa tregjeve të tjera, përkundrazi. Kështu që e meriton tregu shqiptar të ketë të njëjtin shërbim në distributim, marketing e tjerë të njëjtave, që i themi tools, mjete digjitale, njësoj si një artist për shembull në Gjermani ose në Francë.